Tashmë minutat po mbarojnë. Duhet gjojt pa tjetër. Nuk kam zgjidhje tjetër. Do arri që ta kap. Do ta ndaloj me dorën e djathtë. Dhe është një tjetër gol nga New Teami. Oli Harton shënoi edhe një herë. Pikërisht kur koha ishte duke mbaruar, kapiteni i skuadrës New Team ka gjuajtur në rjetë dhe ka barazuar rezultatin. Ja dojëm. Barazuam. Tashmë ka mbetur edhe pak nga realizimi i ëndrrës tonë. Të arrijmë të fitojmë kampionatin tonë të tretë. Oli, çfarë është mirë? Oli, Finali e kampionatit kombëtar për të rinjtë e shkollave të mesme ndërmjet New Teamit dhe Atos mbaroi me barazim dhe vazhdon me kohën shtesë. Të lumt, Oli. Pavarësisht dëmtimit të rënd që pësove, arritë të shënoje golin e barazimit. Vetëm një kampion si ty mund të arrinte të gjuante atë top fluturimthi. Por kam frikë se sforcimi që ti bëre për të gjuajtur do të kushtoj shtrenjtë, shumë shtrenjtë. Nuk besoj se skuadra pa kapitenin e vet ka shumë mundësi për të fituar. New Teami humbi për një dëmtim kapitenin e vet dhe tani është detyruar të luajë kohën shtesë pa të. Kjo përbën me siguri një avantazh të madh për ato. Trajner, çfarë do të bëjmë? Skuadra e Newpit pa Oliver Hartonin nuk ka asnjë shpresë për fitore. Se Mark nuk aktivizohet, por rri në mes të fushës kot. Mark Lenders po humbet kohë, ndoshta sepse është i sigurt për fitoren e skuadrës së tij. Ktheu në fushë, Oli. Nuk kam as pak dëshirë ta fitoj këtë ndeshje nëse ti nuk je. Kujdes, Alan! Kujdes, një pritje mrekullueshme e Krokerit. Hey, Mark! A mund ta marrë vesh çfarë ke? Shokët kanë nevojë për ty! Forca, Oli. Nuk mund ta praktikësh skuadrën tënde pikërisht tani. Jepi, përballu me mua nëse ke guxim. Unë do të mund, Oliver Harton. Ku ndodhem? Në infermieri. Po ndeshja, si po shkon? Nuk duhet të pësh shforcime, Oli. Mbaroj, apo jo? Jo, ka filluar koha shtesë. Si? Koha shtesë? Atëherë kemi ende shpresa.
Oli, çfarë bën? Prit, ku po shkon ashtu, Oli? Do të kthehem në fush. Skuadra ka nevojë për mua. E vlerësoj shumë guximin tënd, djalosh, por një goditje tjetër mund të shkatërroj karrierën tënde. Prit! Të lutem, mos u largoti, e dëgjove mirë çfarë të tha doktori. Pati mos u shqetëso, e di mirë se çfarë bëj. Por është e rrezikshme. Po, e di këtë, por nuk mund t'i braktis shokët e mi, përpiqu të më kuptosh. Kemi mundësinë të fitojmë një kampionat tjetër dhe nuk do të heq dorë nga kjo. Prandaj do të luftoj deri në fund. Dakor, Oli. Fundja e di që nuk do të arri kur të bind. Mere, shërit ytë. Je një mike e vërtet, Pati. Kjo do të ndihmoj të fitosh. Faleminderit. Do ta fitojmë titullin edhe për ty. Sapo ka filluar koha e parë shtesë dhe atoja duket e bindur për të mbyllur me njëherë ndeshjen. Kam frikë se pa kapitenin e tyre Oliver Harton, një timi është shpartalluar. Shikoni trajner, Oli shije, andi është gati për të futur në lojë. Sigurisht. Kjo është ndeshja ime. Nuk më besohet. Po luajnë me 10 lojtarë. Kjo do të thotë që miqtë e mi prisnin që unë të kthesha në fushë. Djema! Jam këtu, Djema! Hej, shikoni, po ai është Oli. Ma në fund e erdhe. Arbitër, jam gati të hynë fushë. Faleminderit, Djema, që më pritët. Nuk do t'ju shgënjej. Në mos gaboj, Oliver Harton po futet tani në fushë. Mirë se u ktheve, kapiten. Mirë se erdhe, Oli, na bëj çfarë? Tani përballu me mua, Oliver Harton. Lenders gjuan tani topin drejt kapitenit të një timit dhe duket në fakt si një shenjë sfide kundër kundërshtarit të tij të fortë. Në fakt si një shenjë sfide kundër kundërshtarit të tij të fortë. New team! New team! New team! Oton! 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 Tifozët bro rasin, duke thëritur emrat e të preferuarve. Oliver Harton, duke pranuar sfidën e Lendersit, hyn me ngadalë në fush me topin poshtë krau. Dhe tani finalja e madhe. Me kthimi në fushë të Harton, dy skuadrat janë përsëri në barazim numerik. E dija që do të kthehesh, Harton. Më në fund do ta marrim vesh kush është më i miri. Ndeshja rifillon, pasi i rikthen topin Lendersit, Harton rifutet mes lojtarëve. Bëj kujdes, mos haroj që je i dëmtuar, Oli! Ta mare mira Djema, kjo po që ishte një përplasje. Oja, Oli! Më vjen keq për ty, por këtë vit kampionatin do ta fitojmë ne. Rikthimi në fushë i Olit, rindezi lojë. Forca Djema, ti tregojmë kundërshtarëve tanë se çfarë dim të bëjmë. Të gjithë në sulm tani! Në sulm, Djema! Lojtarët e të dyja skuadrave duket sikur e kanë haruar fare lodhjen. Forca, Oli. Nuk duhet ta shgënjesh besimin e miqve të tu. Atoja përpiqet të sulmojë në kërkim të topit, por Bob Denveri me një goditje të mirë me kokë e shtyn topin. Po vim me njerë, Oli! Ej, ku mendon se shkon ti? Garderi me një rëshkitje rëmben topin për një timin. Të bëjmë me njëherë presion, Djema, sulmojeni! Harton që duket qartë në vështirësi pëson një tjetër rrëzim. O, nëna ime! Topi përfundon te Paul Diamond që riniset në sulm, pasimi shkëlqyer për numri 7. Forca Djema në sulm tani! Dhe mbrojtësit e skuadrës New Team vendosen më përpara. Bllokojeni! Koha është duke mbaruar. New Team përpiqet të përshpejtoj kohën. Danny Melo arrin që ta bllokojë momentalisht sulmin e kundërshtarëve. Këtë e ka punë!
Kujdes, Bruce! E ke pas krahve! Kujdes nga Lenders! Kapiteni Atoas përpiqet në çdo lloj mënyre të ndaloj sulmin. Nisu Pol! Tani topi I kalon Diamond. Në rregull, Djema. Tani mendoj unë. Ha! Nuk do të shënoni kur. E pa besueshme, këtë herë Warneri ka te kaluar veten e vet. Çfarë pritje Djema? Portieri Atoas ka mundur të bllokojë një goditje të rrezikshme të Diamond dhe mbërthen vetëm me një dorë. Koha e parë shtesë mbaroi. Dhe të dyja skuadrat janë ende barazim. Këtë vit, fati 2 skuadrave të rinjve do të vendoset në minutat e ardhshme. Jemi duke ardhur, kapiten! Si, Oli, a ke dhimbje akoma në shpatull? Ja del dot. Mos u shqetësoni. Unë jam I sigurt që mund të duroj edhe për pak. A je I sigurt, Oli? O si e rin të durosh dhimbjen, Oli? Nuk e di, por nëse ju mendoni se unë jam një peshë e rëndë për skuadrën, jam gati të largojmë nga fusha dhe të zëvendësohem. Ej, po si të shkon ndërmend, Oli? Çfarë thua, ti e kapiteni ynë? Pa ty në lojën nuk kemi asnjë lloj mundësie që të mundim aton. Faleminderit, Bruce. Ne presim ende disa minuta futbollit të mrekullueshëm, ato që do të përcaktojnë fatin e kësaj ndeshje. Nuk është era e parë që fitoria e një kampionati vendoset në kohën shtesë, por një finale kaq e pasur me gola dhe emocione nuk ishte parë prej vitesh. Tifozët e të dyja skuadrave në shkallët e stadiumit duket sikur janë qetësuar, por do ta shikoni se sapo të filloj loja do të bërtasin me zë të lartë për të mbështetur skuadrat. Mos harroni ndërkohë që në ditët në vijim do të thërriten emrat e lojtarëve që do të jenë pjesë e skuadrës kombëtare që do të luajë në kampionatin botëror që zhvillohet në Francë. E po, them të vërtetën, unë mendova që thjesht duhet të shfaqesha mirë në këtë kampionat për të bërë lojtar I kombëtarës. Ndoshta nuk u shpjeguam mirë. Shiko, ne të duam si zëvendës trajner dhe jo si lojtar, Julian. Çfarë? Zëvendës trajner I kombëtarës? Ja pra miq, ndeshja është gati të fillojë. Skuadrat janë pozicionuar tashmë në fushë dhe gjithçka është gati për finalen marramendse. Pas 10 minutash do të marrin vesh nëse do të jetë një tim ajo që do të fitojë titullin e tretë radhasi apo atoja që do të triumfojë për herë të parë. Por sido që të shkojë, nuk mundemi veç se të prorasim për të gjithë lojtarët që kanë luajtur këtë ndeshje të mrekullueshme. Po çfarë po presin? Duket sikur Oli do të luajë në mbrojtje. Ndoshta nuk do të rrezikojë të marrë një goditje tjetër në shpatull. Më mirë kështu. Do të jetë më e lehtë të fitojë. Jepi det, më ndihmo pak. Duhet të përpiqemi të ndalojmë Lenders. Në rregull, përpara. Ku përfundoi? Atje lart. Lenders përgatitet për të gjuajtur në port. Kjo është për ty, Oli. Ta marrë mira, duhet të bëj diçka. Goditja e tigrit. Forca, Oli. Ha! Harton mundi ta shuaj gjuajtjen. Të lumt, Oli. Por Lenders nuk të riqet në përpjekjet e tij. Këtë herë nuk do të arrish të më ndalosh dot, Oli. Shpejt, Djema, vendosuni të gjithë përpara vijës së portës, po ju them. Edhe goditja e dytë bllokohet. Ta marrë mira. Përpara, të gjithë dhe Tani është një tim në përparësi. Me sa duket mbrojtësit e Atoas nuk mundet të ndryjnë. Kjo mund të jetë zgjidhja e ndeshjes. Mos u shqetësoni, Djema. Jam unë këtu për t'i ndaluar. Pasoje, jam këtu, Ed. Me një ndërhyrje të shpejtë Ed Warner pason topin te Lenders. Çfarë ndeshje Djema? Ja dhe gjuajtja e fitores. Prite pak që ta thuash. Tani është vajtja I gjuan në port, por Krokeri arrin të bllokoj. Nelon rrëmben topin dhe ja kalon kapitenit të tij. Djema, po tani. Një tjetër gjuajtje. Topi gjuan në mes të fytyrës të Gjorin Harton. Ha, mos përsëri! Çfarë prethe? E gjuajti fort. Tashmë ndeshja ka marrë zjarr. Janë përdorur të gjitha skemat. Koha po mbaron. Por I ngrihet.
kësi. Si mundet Oli të qëndroj ende në këmbë? Goditja ime e tigrit është shumë e fuqishme. E po në rregull, por mos mendoj që mbaron këtu. Mungojnë dhe vetëm 2 minuta nga fundi dhe skuadrat janë ende barazim 4-4, e pabesueshme. Në kaq vite nuk kisha parë kur një spektakël të tillë. Pavarësisht lodhjes, lojtarët vazhdojnë të ndeshen si luan. Nuk do të çuditesha sikur lojtarët tanë t'i zinte ngërçi. Do të mund, Oli. Jam stërvitur shumë për të fituar kampionatin. Përpiqu ta kapësh këtë! Askush në botë nuk do mund të më ndaloj të arrij qëllimin tim. Duhet ta rifitojmë përsëri topin, me një herë! Një tim përpiqet të ndërtojë një lojë sulmi, por atoja nuk dorëzohet. Majku rrëmben topin dhe ja pason Lendersit. Po! Lenders e çon topin përpara drejt zonës kundërshtare dhe këtë herë duket vërtet i vendosur për ta mbyllur ndeshjen. Duhet të shënoj. Forca, Mark. Tregoj se kush është kampioni i vërtet. Një gol. Jafton një gol për të fituar kampionatin. Mbrojtësit e një timit bëhen gati për të përballur me Lendersin. E ketë kot, Mark. Nuk do t'ja dalësh mban. Duhet të qelloj sa më shumë të jetë e mundur. Ta ndalojmë! Hiq më një sysh. Këtë vit kampionët jemi ne. Jo, prit, Mark. Nuk do shënosh. Nuk do të dalësh mban nga kaq larg. Deni! Kujdes! Topi ngrihet në lartësi. Deni ngrije këmbën lart, më duhet një mbështetje. Çfarë? Nuk mund ta besoj, Lenders po përdor këmbët e Melos si të ishte një trampolin. Dhe lëshon një goditje me rafishat. Ja dola mban. Dhe tani topi është gati për të hyrë. Një rast i humbur, topi goditi në shtyll dhe po kthehet në fush. Ndoshta ka qenë një devijim i lehtë i Harton që ka ndikuar dhe ka shpëtuar portën e tij. Arbitri në këto çaste po kontrollon kronometrin dhe koha është duke mbaruar. Oli, të lutem, loja tani është thuajse duke mbaruar. Të përgjërohem, Oli, dil nga fusha. Nuk mundem të të shomë. Në ndajnë edhe pak sekonda. Por Oliver Harton nuk është dorëzuar ende. Sa kampion i madh. Çdo lloj tjetër lojtari në kushtet e tij do të ishte dorëzuar dhe nuk do ta vazhdonte lojën. Por ky djalë është një mrekulli e vërtetë e natyrës. Askush nuk mund ta ndalojë që të bëhet një futbollist profesionist. A do të arrijë të godas në port? Ja doli mban! Por në një ndërhyrje të dëshpëruar, Lenders arrin të bllokojë goditjen. Goditja e dy kampionëve hedh topin në lartësi. E pabesueshme, topi duket se nuk do të zbres më. Por ndeshja mbaroi. Atoja dhe një timi kanë barazuar. Pavarësisht dy kohëve shtesë, asnjë nga të dyja skuadrat nuk mundi të shënojë. Mbaroj! O, zoti maca u tromba. Si ndihesh, Oli? Ishe i mrekullueshëm, Mark. Je një lojtar jashtëzakonshëm. Pavarësisht dëmtimit ti mund të qëndrosh në fushë deri në fund, duke ju treguar të gjithëve që je një kampion i madh. Kurse ti ke qenë një kundërshtar i madh. U përpoqe me të gjithë forcat për ta kaluar skuadrën tënde drejt fitores së kampionatit, dhe kjo të nderon. Ura! Po, ja dolëm ba. Jemi të mëdhenj! Ura!
thot! Ja dolëm! Mos, Oli! Oli, si e? Shumë i lodhur. Jam i lodhur. Tani duhet vetëm të kujdesesh për të shëruar nga dëmtimi që ke në shpatur. Ishte një finale e bukur, apo jo? Po, sigurisht. Dhe është e drejtë që të mbaronte me barazim. Askush nga ne nuk e meriton të humbjen. Po, ke të drejtë, Mark. Po, të lutë, Oli! Po, të lutë! New team! New team! New team! Aton! 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 Drejtuesit më të lartë të këtij kampionati për të rinj, duke parë rezultatin përfundimtar, i japin çmimin e fitores së turneut të dyja skuadrave me përfundim të barabartë. Dy kampionët, Oliver Harton dhe Mark Lenders, pasi shkëmbyen bluzat, valvitën flamurin i cili simbolizon fitimin e titullit kampion.